Përshëndetje, ku jemi këtu me parashkimin e datës 15, data 15 korrik të 2026, duke se jemi në mesin e muajit korrik, me mundësitë dhe vështirësitë që kemi kaluar, por dhe do kalojmë. Por gjithsesi është edhe koha, sidomos ndikimi më i madh që ka të bëjë në fushën e karrierës, në fushën e ndryshimeve, në fushën e bisedimeve. Pasi hëna e re në gafore, ditët vazhdojnë të mbajnë energjinë dhe fillimit të ri, por edhe nevojën për të rishikuar, sepse Mërkuri është ende në retrograd në të njëjtën shenjë. Kjo është një ditë ku ndjenjat mund të jenë ende të forta, por tani fillojnë të kuptojmë çfarë duhet të bëjmë për të mbrojtur mirë shtëpinë tonë, familjen tonë, gjërat, emocionet, dhe nuk është ndikimi dhe diçka problematike. Është një ditë për stabilizuar qëllimet që vendosëm dje. Ndikohen shumë gaforia, Britsjapi, Dashi, Peshorja dhe ato të ditë që të tretë, sepse hënëre dhe Mërkuri në retrograd vazhdojnë të aktivizojnë këto shenja. Mënyra dhe koha e duhur që ka të bëjnë në lidhje me disa ndryshime të mëdha, që lidhen me ekonominë, lidhen me stabilizimin, lidhen dhe me kuptimin e ndryshimeve të mëdha që vijnë, por gjithashtu ka diçka mjaft pozitive, ka diçka mjaft ndikuese në fushën e karrierës dhe të ndryshimit. Megjithatë, dita është e mirë për të bërë plane për shtëpinë, për të rregulluar marrëdhëniet familjare, për të menduar për një zhvendosje pa e bërë ende më parë. Mundësi për blerje me qira dhe firmosur ndonjëherë nisur me programin e ndikimit të mëdha që ka të bëjnë tani e tutje, është një ditë që gjithashtu ka të bëjnë dhe me pajtime të ndryshime të mëdha. Dita në lidhje me debatet dhe koha e mirë që është për të parë se çfarë do të bëjmë në vazhdimsi, në punë dhe jo vetëm. Ajo do të thotë që ka të bëjë shumë lidhje me anën e pozitivitetit, favorizohen kujdesi dhe mundësia për punën aktuale. Këshilla e ditës është: mos kërkoni siguri nga gjëra që ende nuk janë të qarta, ndërtoni qetësinë hap pas hapi, dhe kjo është diçka shumë e madhe që lidhet me juve të kësaj shenje. Por para se të fillojmë me parashkimin e 12 shenjave zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar, ku do ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të parashkimit të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar, dhe më pas duke kur ju e keni da mendjen se doni të bëni një parashkim personal, atëherë shkoni tek sekretaria dhe atje mund të dërgoni emailin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe doni të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati për të dërguar mesazhin. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me 12 shenjat zodiakale. Fillojmë me shenjën e parë, që do thotë shenja e Dashit. Por juve të shenjës së Dashit duket se këndët që bëjnë planetet, mundësitë që ju jepen tani e tutje, është një nga periudhat më të vyera dhe më pozitive të qenë ndonjëherë për arsye të komunikimit, për arsye të ndryshimit, për arsye të mundësive të arta që keni tani e tutje, dhe nuk ka vend për të shqetësuar, por për të gëzuar në shumë drejtime dhe ndryshime. Megjithatë, është koha, është momenti, është periudha që kanë të bëjnë shumë edhe me takime dhe ndryshime, por gjithashtu ka diçka që mund t'ju ndihmojnë në lidhje me punën aktuale, në lidhje me disa gjëra të rëndësishme për punën tuaj, për karrierën tuaj dhe gjithçka mund të diktojnë. Por megjithatë, kjo është një periudhë që vërtet jep mundësira dhe kohën e duhur për të bërë ndryshime të mëdha, për të bërë takime, për të bërë bisedime, për të arritur qëllimin tuaj në fusha të ndryshme të jetës suaj, por dhe gjithashtu diçka shumë të rëndësishme që mund të keni tani e tutje, është periudha dhe koha e duhur për të nisur një kontratë të re pune, për të bërë diçka pozitive dhe jo vetëm. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dashjet e ditës parë, me ujorët e ditës tetë, është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Demit. Tem të dashur, duket se kjo është një nga periudhat më të mira, më të arta në fushën e karrierës suaj, në fushën e biznesit dhe jo vetëm. Është koha juaj, sepse një nga mundësitë më të mira që do të keni dhe periudha më e mirë e ndryshimit është ajo e karrierës, sepse është momenti, është periudha pas çka se keni pasur probleme të mbartura në të kaluarën, por vjen një moment tani, një moment i dëshirës dhe i rëndësisë për shenjën e Demit, sepse Demi ka gjithmonë është një hap para sa çfarë ndodh, është një hap para sa çfarë kërkon. Por megjithatë, kjo është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëmtë dhe ditës parë, me ujorët e ditës tetë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve.
Për binjakët ka disa mundësi dhe disa kohë të arta për ekonominë dhe stabilizimin, për ndryshimin e madh që vjen në anën ekonomike financiare dhe në disa ndryshime shumë të mira që do të keni, por gjithashtu mundësitë janë të arta në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit. Në çështjet që lidhen me anën e punës dhe në lidhje me një udhëtim pune, është momenti juaj. Sidomos lidhjet aktuale në fushën e dashurisë do të thotë me dash dhe me luan. E radhës që do të thotë shenja e gafores. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforeve duket se kanë një ndikim shumë të madh tani e tutje për sa përket punës së tyre dhe mundësisë që ata kanë. Por nuk do të thotë se ka diçka që nuk shkon, nuk do të thotë se ka diçka që nuk arritet ku dëshiron, por meqenëse ka të bëjnë dhe mundin dhe dashurinë e munguar, është një mundësi shumë e mirë tani për sa përket ndryshimeve dhe vendimeve të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm dhe me peshk është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanit. Me luanët duket se tani keni një mundësi, keni një kohë shumë të përshtatshme për sa përket punës suaj, për sa përket disa çështjeve madhore ekonomike financiare. Një ndikim shumë i madh, një periudhë mjaft e mirë, sepse periudha dhe koha e duhur lidhet me ekonomi, lidhet me ndryshime, lidhet me anën e pozitive, sepse ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me ristartin e një fillimi të ri, ku do të keni të gjitha mundësitë e arta për punën tuaj, për karrierën tuaj. Dhe kjo do thotë një mundësi shumë e mirë, sepse është stabilizimi, është koha e duhur për punën dhe për karrierën. Lidhe me karrierën sidomos është momenti dhe koha e duhur, sepse duket se ka të bëjnë dhe me anën ekonomike, ka të bëjnë edhe me mundësitë të arta në fushën e karrierës suaj, por gjithsesi keni një periudhë mjaft të mirë në lidhje me ndryshimet dhe vendimet që do të merrni. Gjithmonë luanët janë një hap para asaj çfarë ndodh, por në dashuri duket se me dash dhe me akrep është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Meqenëse në lidhje me çështjet e virgjëreshës duket se ka të bëjnë ana ekonomike, ka të bëjnë mundësitë dhe kohën e duhur për nisma dhe problematika që keni pasur dikur në fushën e karrierës suaj, por kjo nuk është se ka diçka për të shqetësuar ose diçka për të prishur disa ekuilibra, por megjithatë është momenti tani në ekonomi dhe në gjëra të ndryshme që do të keni, por meqenëse keni të bëni për anën ekonomike financiare, keni të bëni me disa disa ndryshime të një pasnjëshme që do të keni në fushën e dokumentave dhe jo vetëm, por në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçit parë, me ujorët dhe diçitet, është koha dhe momenti më i mirë dhe më pozitivi. Dashuria me dëm është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Ndikimet që kanë të bëjnë tani për tani, lidhje me peshoren, është një nga mundësitë që do të thotë që vërtet keni punën tuaj, keni karrierën tuaj, keni ndryshimin e madh dhe mundësitë të artë që vjen. Por meqenëse ndikimet pozitive apo koha që ndodhin fenomenet është një mundësi e artë, sepse lidhjet dhe periudhat që ndodhin fenomenet është një kohë mjaft e mirë dhe tepër pozitive në lidhje me disa ndryshime shumë të mëdha që keni. Por megjithatë, një nga takimet dhe bisedimet të rëndësishme që do të keni tani e tutje është periudha dhe momenti më i mirë i mundshëm, sepse stabilizimi dhe ndryshimi i madh që vjen është në anën tuaj dhe periudha kur ndodhin fenomenet. Një ndikim i madh që ka të bëjnë me punën tani, vërtet është ndryshim, vërtet është mundësia, sepse ka diçka shumë të rëndësishme në ekonomi dhe në stabilizim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe me ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrepët duket se duke pasur parasysh në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të merrni, është një kohë shumë e përshtatshme mbi stabilizimet dhe çështjet konkrete, por gjithsesi kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe jo problematike, sido që të vinë gjërat, nga ato që të kaloni, është momenti juaj. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me gafore dhe ujor është idealja. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Me shigjetarët keni disa mundësi tani, disa mundësi të arta për sa përket zhvillimeve, ndryshimeve dhe mundësi të tjera që do të keni tani tutje në lidhje me disa takime, në lidhje me disa vendime të rëndësishme që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë për shigjetarët është me luan dhe dash të dhjetëçit të tre. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bërçapit. Për
Për sa përket shenjës së bricave, meqenëse bricavet duket se kanë një periudhë mjaft mirë tani tutje, edhe pse me disa vështirësi të vogla që kanë nisur të rregullojnë, të stabilizojnë, është koha dhe momenti i duhur për gjërat që do të bëjnë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëm të edhicit parë ujor të edhicit të tretë, është diçka shumë pozitive dhe tepër ideale në vazhdimsi. Në çështje shpirtërore, lidhjet e largëta që kanë bëjnë të shenjës së bricapit kanë një ndikim shumë të mirë sepse lidhet edhe me anën ekonomike financiare, por edhe me një biznes të lënë pezull e kanë mundësinë tani. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë ujori. Por ujorët, koha ka treguar që juve jeni me shumë fat e keni të gjitha mundësitë për zgjidhur çështje problematike për të arritur qëllimin tuaj, edhe pse me probleme që keni pasur, edhe pse disa çështje të lëna pezull dikur për punën tuaj, për karrierën tuaj, por vjen një moment tani që gjërat do jenë mjaft pozitive dhe tepër ideale mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me akrep të edhicit parë, me binjak të edhicit tretë është perfektja. Shkojmë tek shenja e radhës që do thotë shenja e peshqeve. Peshqit kanë një mundësi tani në anën e tyre, duke pasur parasysh disa vendime shumë të rëndësishme, disa vendime shumë problematike që keni pasur miqtë e mi të kësaj shenje, por vjen një moment tani i zgjidhjes së problematikës dhe i mundësive të arta që do keni tani tutje në anën tuaj dhe në një çështje pozicionimi planetar që do të jepet mundësia, koha dhe vazhdimësia. Jeni shumë korrekt me punën, jeni shumë korrekt me atë çka juve doni të përcjellni dhe doni të arrini qëllimit. Është mundësia juaj, është momenti më i artë dhe më pozitiv i që ndonjëherë mbi takimet dhe mbi bisedimet të rëndësishme që do të keni tani tutje. Nuk ka vend për të shqetësuar, për të gëzuar, sepse çdo gjë është në dorën tuaj dhe jo në dorën e të tretëve. Në anën tjetër, keni mundësinë në dashuri, duket se me binjak dhe shigjetar duket të mbara. Këto ishin pak a shumë përse përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 15 korrik të 2026, ditë e mërkurë. Për ju që doni parashikime të detajuara, pra se të ndajmë bashkë, keni astrologu.al. Tek faqja roz atije, shkoni tek sekretaria, dërgoni emailin dhe flasim bashkë në WhatsApp se si funksionon shërbimi. Nga Njërpulla, më të mirë ju uroj. Gjithë mira.